Mirëmbrëma të nderuar miq dhe mirë se keni ardhur e mërkur 18/6/2025. Mirë se keni ardhur dashur miq. Sot është e mërkur. Dhe ajo që pritej ndodhi të dashur miq, se racën ton, raca ariane, siç jemi në shqiptarët, e vlerëson gjithë bota. Se tani do thoni ju që çfarë lidhje ka, edhe Hitleri që ishte diktator dhe ai që ishte, kuptohet, ka thënë, unë po të kem shqiptar pushtoj botën. Po të kem shqiptar. Edhe Trumpi kështu tha. Po të kem shqiptarët, unë për 24 orë Iranin dëgjoj Barjamin, foli Trumpi. Mori zemër. Ai duhet një shkëndi. Shiko, dakor tja, se unë e kërkoj çik interpretime. Barjami doli dhe kaputi i pari fjalën. Po, ky quhet Barjami i madh. Po. Po Trumpi? Barjami i vogël. Por të dëgjojmë ultimatumin e Trumpit. Presidenti Amerikan Donald Trump i ka kërkuar udhëheqësit të Iranit Ayatollah Ali Khamenei që të dorëzohet pa kushte. Ne dim saktësisht se ku fshihet jashtë quajturi udhëheqës suprem. Ai është objektiv i lehtë, por është i sigurt atje. Ne nuk do ta vrasim atë, të paktën jo për momentin, por ne nuk duam që raketat të qëllohen drejt civilëve ose ushtarëve amerikan. Durimi ynë po mbaron, tha presidenti amerikan përmes një postimi në Truth Social. Ai shtoi se SBA ka kontroll të plotë mbi hapësirën ajrore iraniane. Irani kishte pajisje mbrojtëse gjurmuese të mira dhe kishte shumë, por nuk krahasohen me ato të projektuara, zhvilluara dhe ndërtuara në Amerikë. Askush nuk i bën gjërat më mirë se sa SBA, u shpreh kreu i shtëpisë së bardhë. Më të sofistikuara se këto dy satelitet tona. Po tonat janë, po si të dalin afur tash që... Se dhe ato Amerika i ka prodhuar, apo jo? Po mirë tani, në konceptin tënd, si e shikon ti këtë luftën Izrael-Iran? Të dëgjojmë doktor profesorin, analistin e shquar... Jo mua, jo. Pse? Kam avokatin, unë eftoj sa e janë temat të nxehta. Po për të nxehta këtu kam folur, po të shikosh në çdo ekran televiziv që gjithë flasin si mjeshtra, analistë presosur, parashikues të fateve, të luftës, të asaj që është bëhet dhe do bëhet, si në Shqipëri nuk të analizon askush. Në këtë rast tani ti kë ke zgjedhur? Avokat? Po, bukuroshe, ma pjojt është kënaqësi që për këto tema ka të nxehta ti gjithmonë zgjedh studion tim. Faktikisht bukuroshe, nxehtësia më pëlqen, sidomos me ty. Po me ty. Të kuptovi drejt. Are, më thua një gjë të paktën apo. Dëgjoj bukuroshe. Dëgjoj të them një gjë. Të them një gjë, dëgjoj tani. Dëgjoj. Ma pyete? Po. Tani më dëgjoj të them një gjë. Më thua një gjë avokat. Shiko të them një gjë. Tani, në qoftë se ti do që të them një gjë, unë të them një gjë. Pavarësisht që nuk dele e plot në shtyp, duhet kemi parasysh që ata ishën duke prodhuar bombën nukleare, bombën përthamore këtu. Kjo është thamra e Akilit. Nuk e ka sulmuar kot. Ata ishën duke bërë bombën përthamore. Do ta pushtojnë tani, mos të shkon. Në kuptimin do ta rrafshojnë. Ti kupton bukuroshe, do me thënë rrafshim. Rrafshim? Jeti, rrafshoj unë. S'jam me. Pastaj, urdhë? Ja, të them një gjë. Parasysh e thjeshtë se Irani po dilte forcë bërthamore, nukleare. Të them një gjë. Më thua një gjë. Një gjë të ta them një gjë, se shiko, Amerika, dhe ti e di, unë me Amerikën ke parasysh. Jo ti, jo. Shka, dhe jo të them një gjë. Ja, tani. Dhe jo, mos e me të qeshur. Dhe jo, që se të tasu se... Po ik të mori drejtë të mori. Po ik të Rapi u shqetësojnë. Po që telefon është një. Po ik moj se s'ta ka me... Unë me i bukuroshe këtu, me në telefon tjerë. Dhe gjoj. Irani po dilte një forcë reakcionare në kuptimin e qytetërimit, kundër qytetërimit perëndimor, kundër qytetërimit europian dhe shteti islamik. Të gjitha këto kanë ardhur dhe kanë konverguar në një pikë. Sepse këtu bëhet fjalë për luftë ekzistenciale
Ose i ka dhënë, shiko, dëgjoj të them një gjë. Shumë e thellë kjo. Konotacionin që duan t'i japin, domethënë me bazë fetare, s'është e vërtet. Arabia Saudite është aleat i madh i fuqishëm i Amerikës. Nëse Rusia futet në lodhe, pastaj këto Vietnamit. fillon lufta botërore. Jo. Botërore bukurosh, edhe ti dhe unë nuk do ta shikojmë më njëri tjetrin. Po e shtratbe. Por të gjesh ti, për shembull, një copë të xhaketës time. Tani të shikojmë se si do precipitojnë ngjarjet e kësaj lufte dhe të shikojmë çfarë qëndrimi do mbaj Rusia. Në qoftë se Rusia do ndihmoj ushtarakisht Iranin, nuk kemi më luftë midis Izraelit dhe Iranit, kemi luftë midis Moskës dhe Washingtonit, Rusisë dhe Amerikës. Unë e arsyetoj dhe me if në qoftë se. Kuptoj bukuroshe? Është një betejë midis lindjes e perëndimit. Botës arabe dhe perëndimit. Izraeli prandaj është perëndim. Në një mënyrë është perëndim. Ajo Irani është lindje. Lindje, patjetër. Është takon pra të mbështet votën arabe, se ka sunit, ka shit, ka jo shit amerikan që jo. Shit. Po ne ku jemi në këtë? Urdhro? Ne jemi dëgjoj. Ja dy këmbë. Po. Këmba e botës arabe, lindja dhe këmba e perëndimit. Që del në mes jemi ne. Ne, kupton bukuroshe? Po, shumë e thellë. Më ka pëlqyer shumë ajo, ka thënë ai, Lulzim Basha mos gabojem. Po. Shqipëria, ja. Qa do të ndodhë në botë Shqipërinë se cënon asgjë. Dakor. Sepse këtu do janë të del një Erdogani, çka do të mbajë? Erdogani do të kuptosh që Erdogani do të zgjidhë krizën. E zgjidh? Do ta zgjidhë krizën Erdogani. Për Erdogani shkot, jo, ne kot, prandaj tash jemi të mbështetur. Kemi Amerikën, kemi Turqinë, kemi Gjermaninë, me jo Erdogani. Më ka gjëzlojë tani e ka Mike Dirama. Dëgjoj ta them një gjë. Dëgjoj ta them një gjë se s'ta kam thënë një gjë. Një gjë do ta them tani, shkoj të them. Erdogani kërkon të thotë që unë e zgjidha. Kemi për të parë. Se unë e njoh, e kam lexuar gjithë veprimtarinë e Erdoganit si politikan. Ai sa shikon krizën, futet. Nuk merr anë të plotë, merr ndoshta një anë, por shkon për të zgjidhur krizën. Ai thotë zgjidhur disa kriza, ta dish. Vetë ai Erdogani thotë Netanyahu njësh X apo dysh. I thot ai të fitojmë të dy, edhe me pjesë. Edhe me aty, do me thënë, si mbas jush, ka shumë analistë që e thonë këta, jemi në prak, do me thënë nga momenti në moment. Dëgjoj të them një gjë, mos o zito tani. Dëgjoj këto. Se tani, si që thota fjala e lesht, sanskrinishtja, Antos Santos, Manto Vicerlandos. E ke parë, janë ca gjëra që shiko, për këta mas më pyet, do të kuptosh edhe këndvështrimin, jo të them një gjë bukuroshe, është koncept geopolitik. Sepse edhe ti do të rish brenda kornizës tënde, ti je bukur, po je ignorante. E kupton bukuroshe? E kuptova. Tani unë ta thash një gjë, le të thot ndonjë tjetër ndonjë gjë. Zoti them unë, tani edhe. Tash të përgatitemi vërtet për një betejë të ashpër. Ti pyet mua. Po ti budollat duke muna. Ora kemi thënë zgjati këmbën sa ke organin, çaj ke këto muhabete. Sa ke organin. Sa ke organin? Jorganin. Jorgan. Se nuk u del dhe tani po plasin luftë botërore. Ti çfarë do bësh? Unë në Kolonjë ta kam thënë mirë. Në Kolonjë me Fredin aty. Çfarë? Jo Jeffrey, po keni Izraeli, që s'ka dëmë njerëz. Sepse ka bunkeret, po bunkere ka vetëm Shqipëria, shteti dytë në botë për bunkerizim. Ata që u qanë atere jo po kështu pa kështu, sot gëzojnë. Ta marrë fshesat. Të thash që Mondi, kur janë bërë privatizimit, ka privatizuar për shtëpis një bunker. Që në banë një kështu fusë gjëra kështu. Do ti tani del kështu dhe elshon bunkerin me qira. Mondi. Po, ti ke bunker në Kolonjë? Mërse kam. Të shtëpia? Mande patate të ushtëria. Të shtëpia jote? Edhe ishte në i Fredi.
Se Fredi parashikon dhe i kanë dalë parashikimin. Normal që kanë dalë. Që lufta fillon në 2027. Ama kemi e 2 vjeta. Për qefa. Për shtria, mësore. Do të them një gjë. Ja ta thot Fredi. Fredi kura? Kur parashikon që mund të jetë zyrtarisht së shpejti një luftë e tretë botërore nëse do të ketë? Po, unë them qofse hyn në luftë Evropë-Rusi, do të hyn në luftë Evropë-Amerikë, sepse Amerika do përpiqet në 2027. 2027 është Amerika do përpiqet të marrë Kanadan dhe Groenlandën që janë të evropianëve, të dyja këto territore, në një kohë që Evropa do hyn në luftë me Rusinë. Unë çfarë parashikoj? Evropa do hyn në luftë me Rusinë. Çfarë kemi Rusinë ne, ma? Çfarë kemi Rusinë? Ata kishin hedhur kështu që gjithë duhet fillojnë të mësojnë rusisht. Që kur të kam thënë unë ty? Nëso dy redh muhabetin me njerë. Strikazaj Muravje, ma. Ka këtë bja zavut? Jeffrey. Me një zavut, Jeffrey. O që nara sho. Sa të flasim kështu neve? Nuk... Iqi këta, thot janë tonë. Ja, odëm. Mirë ju e quna. Mondi. A që zini as i fjallë rusisht. Kurse ne... Samaljot, u zhe on nga tef, u zhe falot. Paletito nad Lugami, paletito nad Lisami. Pjesi muzika për kolonje, razva 3. Mondi, Tavarish. Gjefri, gjithmonë në ndëroja, në qofë se ti do ishe femër, që kjo që i ngrysë të fytyrë në ashtu, pritot të... Vetëm më trajton mirë të... Jo të ashtë, në qofë se ti do ishe femër, po e bukur, jo, femër, po se edhe si femër, e kam fjallin që e do doja unë të rinin bashkë edhe unë të tregoja jetën ti me ty. Edhe unë që dëgjoja slushet. Po jo rusisht Torio do flisja Shqipo një... Shqipo. Tani ti do emocionosh nga ato që... Po normal. Sepse vjen një moment, për shkakun që e tregon historinë, biografinë tënde, si ta ka qefi ty. Po, normal është, se kur s'ta di tjetri. Jo, unë historinë e doktorit. Biografinë, kishte qenë te kjo vajza që ishte në Big Brother, dashurua me atë djalin. Big Brother dhe po mos dashurohesh është tjetër. Po është sa vetëm Big Brother. Edhe ti e di për shkakun që doktorit i ka dalë bursa për Bashkimin Sovjetik, e drejtë e studimit. E di ti apo jo? Po vetëm po të keqë budallat të ikte për doktorën në Bashkimin Sovjetik. Si? Dëgjoj, pastaj ta them unë. Nga fëmiria ime, unë maj mend çdo gjë. Kur mbarova klasën e 7, më doli një burs, më thanë, do shkosh për diplomacinë Bashkimin Sovjetik për të mbaruar shkollën e mesme dhe të lartë. Por pas 10 ditësh, në rregullin që peshku i madh e atë voglin, e mori dikush tjetër. Dhe pastaj më propozuan që të shkoja në Bullgari për shkollë bujqësore. Nuk e di se çfarë ndodhi, po edhe ajo avulloi. Kështu që më dhanë një të drejtë për në shkollën mjekësore në Tiranë, politikun mjekësore në Tiranë dhe erdha. Vështërsi të jashtëzakonshme vitin e parë në shkollë të mesme. Se konviktor, aty kam treguar një stoicizëm të vërtet që nuk kam ikur. Na sillnin supë në darkë, supa mbante erë pishe, nuk haj. Dhe një ditë më takon me një shok timin të bënim shërbim në mensen e konviktit. Futëm mensun dhe shof huj të mdhej, pishe, të cilët kishin rëshin me cilë përzirën kazanën e supës. E gjeta originën, sepse supa mba derë pishe. Shkoj i thë drejtoresh, këta përdorin huj pishe. Dhe supa në me, po si t'ja bëjmë, thë drejtore? Po përdojni ahu, i the bun. Ahu nuk e për erë pishe. Edhe unë silë dhe kjo full. Shumë e vordi, shë kjo qëve. Ha? Shumë. E kuptoni me qatë razonit supën atje në Koloj? Me ha. Me ha? Apo me ah? Ah, dialektikore. Po. Lugë e madhe gjithë. Lugë e madhe, pëse ah, ka qëna. Jo bredh? Jo bredh. Do me të erë prapë. Do vitë bredh, në mos e pishë. E kuptove ti që ja përthan peshku i madhe hatë voglin, ja ka ngrënë bursën doktorit, do ikte në Bashkimin Sovjetik, shkollë të mesme, shkollë të lartë. Më mirë, doktor. Pse më mirë? Do këthe? Grupa administror, i pari. Më shkatoje. Jo që do doktori atje, do dashuron të në një ruse. Në Elenzgov s'ka.
Atje, Ljudmila, Stashenka, vinte doktori nga Rusia, se King, Gjana Mosh. O doktor, ke shpëtuar, pas kanë mërë derë. Ke shpëtuar. Edhe për të lexuar, ka lexuar Qamet, dhe lexon akoma, llahtarët të lexuar, edhe thot përkthysit tanë, shqiptarët, si përkthysit tanë, i bëjmë përkthimet aq të bukura sa duket sikur I kanë shkruar vetë. e ka përkthime e vlerëson. E shartë më vetë përkthim. Ti ke përkthyer ndonjëherë Xhefri? Nga Rusishja të këto vjesha këtu. Ti ke përkthyer? O profesor Bardhyli. Profesor Bardhyli. Bro tash. Tregon mua se kush është ky burr. Streka Zaj Muravjej. U botua në tërë librat. Gjikalla dhe Milingona. Ka që gjato. Pse si thon Milingonës rusisht? Muravjej. Muravjej. Të lexosh Nolin, ka përkthime tek Shakespeare që në vlerësimin tim modest te kalojnë Shakespeare, da Ullustar. Thuaj yjet nuk janë gjë, thuaj bota u shua, thuaj se dielli. Do të thënë ishte edhe në për Kartolina. Po kur nuk të duhet. Noli e ka këtë strofë të famshme të Shakespeare-it, e ka më shakespeariane se sa vetë Shakespeare. Ose Korben e ka të përkthyer shumë. Por Skënder Luarasi, në thashtë më mirë, nuk më thënë, ka përkthyer dhe Noli. E ka përkthyer dhe Noli, por Noli në përkthimin e Korbit bien dialektalizëm, një mesnat i trallisur të këndoja, i zalisur disa libra. Po, doktor. Kurse një mesnat të mëruar të këndoja, i vetmuar disa libra të një shkencë të harruar. E ka më civile, më Luarasi. E ka më intelektuale, po. O doktor, Luarasi. Do më falësh që po të bëj oponencë, jam i detyruar, po recitimi juaj lë për të dëshiruar. Çfarë recitimi është ky? Të mungon pasioni, të mungon ngrohtësia. Në qoftë se do ishim tek Albania's Got Talent dhe ti do recitoje, unë do t'jepja një jo të madhe, doktor. Si është recitim ky? Recitimi kërkon ndjeshmëri, do të futesh brenda në ato vargjet edhe ta shpërfaqësh, ta përsërisësh të tjerët që të tjerë ta shijojnë ashtu sikur sa autori ka pas dëshirë të ato. Më vjen keq doktor që të bëj këtë leksion, por ndiqja një shembull recitimi. The city Kroja called, the city where he was born, and above him Turbaku, Red në marë, thonë në marë. the morning star. E kuptove, doktor, ky është recitim. Asa në mungon ky recitimi këti. Pastaj kur bëri atë kunjën për këto ministret e Ramës, se humorin e ka të hollë, ironin e ka kështu, doktori, thik. E çfarë tha aty? A nuk të kujtet që tha sa ju lavire bulevardit me sa ironi? Satirë. 21 janar. Po, ke parasysh. Po e mendoj. Është, doktori, shko që ato të shkoj. Me librat dhe me këngët, jam i lidhur me to, por pëlqej një kohë shumë një libër, dhe pastaj kaloj të një shkrimtar tjetër, pastaj kaloj edhe po kështu me këngë një këngëtar, pastaj kaloj të një këngëtar tjetër, për shembull, i lidhur shumë me Marquesin, një gjeni në llojin e tij, kur shoh këto ministret Edi Rams më duket si personazhe të romaneve të Marquesit. S'divish të bëj Po fundi i Marquesit të qesh apo mos qesh. Shkrimtari të nderuar. Unë duhet të përqafoj, doktor. Po kënaqja shumë. Ej, e kupton ti që ka lexuar Marquesin, se Marquesi shkrimtari i madh. Çka ka lexuar Marquesi? Edhe Engels, po Marques. Po jo Marquesi, jo se më çmendet ti ore. Kush? Po jo Marquesi ore. Gabriel Garcia Marquez mor Jeffrey. Po folë. Ka të romanin e famshëm. Po, Shtëpia e Bernardo Albut. Kë? Çfarë ka? Thoj mundi të përja shu, vetëm me shenjë po na i ben, ikët. Jo. O mundi. Që thot, çfarë është dashuria në korat e kolerës o Jeffrey? Shqipëria çka qenë që e bukur dhe. Fiorentino Dasa dhe Florentino Ariza. Po. Aventurat e Gorgjës. Po, mundi, çfarë po doktor, dhe e priti 18 vjetra i doktor, e ke parasysh. E priti pastaj që e mori atje dhe ajo
në moshë të madhe, në fjalë edhe ndihmoi ajo, e ndihmoi që të bënin dashuri. Ngjethesh kur e lexon Xhefri. Jo, si u ngrit Ta këtë. vjen dallga. Çfarë thua Mondi? Mundezëm dhe ne. Në petin e ma, qarë undezë. Mondi, me kërë nga tronë, po flasim, kjo që është përfaqim tani është kulturë. Mos shiko doktorin ti që vërtet, fashisti, jo, shikoj se sa i ngrotë. Prandaj është ajo kënga, tregon gjyshja nga hera, na ishte sësh, na ishte një herë një djallë, si shokën vete kishte, dhe unë duke dëgjuar, shikoj një djallë të ri. Shikoj në sytë e mi, një trim duke luftuar për vatër e ri. Një trim duke lezuar, e kuptoj Mondi. Mirë, thoj të. Bëj publicitet aty, leri Bullalli që ti. Bravo doktor, gjigant, nish. Duke nisur nga pozita që, ose më saktë nga karakteri që ti ke, Xhefri, se unë që të kam mik të vjetër, e njoh shpirtin tënë romantik. Po. Se më kujtohet si tani, kur të kunjosi ajo. Ti di shumë, se jo dhe atë fjallin me kunjti. O të filmi, shkëlqimi për koshëm. I the atë kunjë, si a the ti atë shprehen e mamën? Si a the asaj? Dha ke lexuar shumë nga Shakespeare. Tha jo. Edhe ti ja ngope një kështu. Edhe i tha shumë e ke dorën të letë. Po, sa bukur ja ke. Të lembën e kam të rënë, tha. Po, për shembull, në qoftë se do ishte ajo kohë, se ajo është dashuri e pastër, e jotja. Pa interes. Pa interes. Po sot, për shembull, ti thoshe ti asaj, krye infermieres, unë të dua, po? Si do vazhdonte romanca? Do rëzohesh, a që në pyetjen e parë që do më bënde. Do pyes ajo që pasuri ke? Po. Shpirtin në të ro. Shpirtin, e ke të pasur, po. Edhe të dua, do thoshte ajo. Që i do thoshë? Të dua. Ku vete pa brejk në bëthë? Pse nuk më shumë dashuria, për? Po pëse si e diti sa dashurin? Një vajzë që kishtë dalë aty me fjallë, u thashtë se e bënde shaka, po që nga vërtet kjo, mirë më jesë me intereso. Por, pëse se... Po para, unë dëgjova një zonjë që kështën që, se kështën qa mendimi ke për vajzat dhe dashurin sot, më mirë të qash në një makinë luksi, se sa të qash në bicikletë. Kështën ajo. Sa e thellë. Kurse kjo vajza e tha, pa 20.000 euro në muaj, kosto. Shikë, jetë gjojnë. Nashta e përballon me një rogë europiane, dhe me thonë, mesatare, një rogë të këtujt, veç me këpi më kushton 400 euro full face. Me këpi? Qa është? Me këpi? Me këp. Me këp? Ska problemi, James, përshpo. Me këpi bën 400 euro. Jo, me këpi, se nga të shmëndet e tjetë. Bravo, me këpi, pra, me këpi. Kurse kështu dhe 20.000 euro në muaj që të më bash. Që të mbash atë, se 400 euro e ka vetë me këpin. 600 thojnë? Po, sërë si ka, po tangat e këto, vete kashpe... Këtë dhe nuk dalin me qupë. Nuk dalin. E po se qa bëra unë qëtë ti? Bre, dërgova sonin, bre. Ti pjesë e qytetarët. Si qa përgjigje ma Xhefri? Më ikë. Në një studio televizive, ku po flite për dashurin, një vajzë tha, është më mirë, tha ajo, që unë tha të qaj pranë një djali që ka makinë të shtrenjtë, se sa të qaj pranë një djali që ka për shembull bicikletë. Më është për makinën e shtrenjtë. Për makinën e shtrenjtë? Po. Komenti juaj. Ka që ka bicikletë. Ka që ka bicikletë? Po. Mund të më argumentoni? Po të argumentoj që a që ka Ferrari, a nuk e njeh e di Ferrarin. E di kohën që është në Ferrari edhe kaq. Se njeh terrenin, punë, ndjesën. Kur sa që bicikletë, ai e njeh punën, ai njeh familjen, ajo burim nga baza. E kuptova. Kurse ai që ka Ferrari, e kuptova. Komenti juaj. Më mirë është me bicikletë. Më mirë me bicikletë. Ore shumë e thonë, të pse? Mund të më argumentoni dhe juve? Po, sepse ajo tregon vlera njerëzore. Nuk shitet e nuk blihet si makina. Po. Drejt. Po dhe njëri që ka vlera mund të jetë edhe i kamur, ëh? Po mirë lësht, sido që të jetë. Nuk ka ndonjë arsye që ajo të shkojë mbas këtij, se ai që e gjen veten e gjen edhe bicikleta. Morali qëndron mbi të gjitha. Mbi bicikletë. Arsyeja qëndron mbi të gjitha, jo vlera materiale, se sot e ka makinën, nesër se ka. Më mirë për ata që ka bicikletë.
Ashtu, ha? Po. Në radhë parë. Po ju dëgjoj. Në radhë parë, kja. Mos shif pasonin, shif njeriun. E vërtet. Si jeton, me ka merët, me ka shkon, me ka rinë, me ka harë, me ka pi. Me ka rinë. Jo me drogaxhiun, jo ma... Pa tjetër. Me atë njeri që ka pasunin tepër. A e pasunin e tepër të ha kaptinin. Shiko, dhe njerëzit që kanë pasuri kanë vlera, ha? Ka dhe nga ata, sa të duash. Nuk kanë vlera hiç fare. S'kan vlera fare. Ja, ajo pasuni që ose tepër, nuk ka vlerë. Zi që kërkojnë për pas e para? Të bënë më të mirë? Jo. Në tërgo se me sjellin rrith, tërgo se cili je. Po jo si u duke mendimi i vajzës? A ti duket? I gabuar. I gabuar. Po. Ke një argument? Nuk shikohet tek pasuria. Ja. Shikohet te njeriu. E vërtetë. Edhe kështu. Ty me të dhonë për shembull një Ferrari ose një biçikletë, të do merrje? Biçikletë. Merrsh biçikletë, ha? Ferrari do më hapë më? E di si është puna. Gjitha ne, pajisoj kudo që shkosh në botë. Gocat shkojnë edhe ipen për i diçka që është turp. E kuptoj. Pa gjërat e s'ka bo komente. Unë jetoj, u bona 13 vjetë që jetoj në Amerikë. Mi po i shofë të gjitha. Si është mentaliteti atje? Atje s'ka mentalitet fare, se e ka bon kulturë gjykuri. Kurse ne hyni demokracia u shkataru çdo gjë, u degenerua, u bo të Nuk gjitha. ka koncept materializmi? Ky është koncept materializmi që propozon këtë vajzë? Nuk ma hamenja që të ketë koncept materializmi. Atje po deshe me dëshirë ti i bo ofertë, po deshe shko marru punën e E kuptova. Komenti juaj. Si u duket? Interesante, po në makinë ngel edhe në trafik, kurse me bicikletën e vazhdon më shpejt jetën. Sa bukur, bravo vajzë. Po shkoj puna për të qarë njësoj, është edhe bicikleta dhe makina, aty janë njësoj. Po ju thoni që, domethënë, dhimbja nuk lehtësohet nga Ferrari? Jo, s'ka të bëj fare. Ju e përdorni bicikletën? Po, e përdor, se më shumë jashtë, kur kam jetuar jashtetit, pa tjetër me bicikletë. Me bicikletë besoj ekspozohesh më shumë. Je më e lidhur me natyrën, po. Jam rrëzuar në një? Jam rrëzuar. Ka boks interesant. Shumë interesant. Bravo, Zoni. Gjefri, në qoftë se ty do të vinde një femër. Po. Ti do të shikoja që ajo të ishte e pasur, të kishte Ferrari apo me bicikletë. Këtë zgjidhje nga të dyja. Ferrari. Po pse? Si. Do me thonë ti do zgjidhje midis. Kaq për këtë të mërkurën e rënë miq, besoj se budallele ku u afrua më shumë se sa kishim menduar. Po lufta është larguar. Lufta u largua. Sa të vi lufta, ne le të merremi me këto, se po plasi lufta ne s'kemi ku takohemi. Pse? Ishte gjithçka dashur miq. Ja Gjefri dhe nga unë. Mbasdite të bukur, hajde. Natë mirë, mbrëmje të bukur, se mbasdite ka kaluar. E nëse, mbrëmje. Mirë. Ferrari.